Qeta General Invest Group festoi 25 vjetorin e themelimit të kompanisë. Ai mblodhi në restorant Trofta në Istog një pjesë të konsiderueshme të stafit për të falendëruar për kontributin e tyre në suksesin e kësaj firme. Pronari Abdyl Qeta rrefeu se vendimi për të kthyer në Kosovë nuk ishte i lehtë pasi që ishte një vend i sapo dal nga lufta. 25 vjet Qeta General Invest Group. 2,5 dekada pune të vazhdueshme dhe të suksesshme. Një përvojë nga perëndimi e sjell në Kosovë dhe që po funksionon që 25 vite jashtëzakonisht mirë. E fajtori kryesor për të gjitha këto është Abdyl Qetaj, të cilin unë e kam këtu sonte dhe do të bisedojmë pak me Abdylin. Abdyl, mirëmbrëma. Mirëmbrëma zesh. E shpjegova mirë. Shumë mirë, faleminderit. Tash pak më në detale, Abdyl. Guximin për me marrë një hap tillë, për ata që nuk inspirimin. Për ata që nuk e din, unë jam inxhinier i diplomum i arkitekturës, unë kam studiu në Prishtinë dhe kam mbaruar fakultetin 88. Edhe mas mbarimit të fakultetit studimeve faktikisht të pas parasysh rrethonat politike që kanë qenë në atë kohë, ishte pa mundur me gjetë vend punë këtu. Edhe për mos me qu kohën në kot, në përpjekje të gjetë vend punë, kam vendosur me dalë me shku në Austri edhe me shiqu mundësinë e studimit në shkallë tretë. Dhe kështu që në fillim të 99-s, kam marrë vendim dhe jam dalë në Austri, atje kam registru shkallën e tretë, po të pas parasysh disa rrethana familjare që ti jenë me dijet. Erdhe momenti që më dash me fillu edhe punën për me financu studimin e herës pari. Edhe kështu, faktikisht prej vitin 1999 deri kam shku për me studiu në 2-3 vjetë, po me qenë se situata për ditën ditë vështirësohej ma shumë nga represioni serb, atëherë jam detyru faktisht me u stabilizu për një kohë ma gjatë dhe kam qëndru aty deri në fund të vitit 2000. Në fundin e vitit 2000, respektivisht fillim 2001-s, faktisht në fund 2000-s kam marrë vendim për më këthy, edhe nuk ka qenë lehtë sepse i kam pasur mas me, i kam pasur 11 vjet përvojë profesionale, 11 vjet e gjys gati 12 vjet përvojë profesionale. E ndër ato 11 vite, 9 vite e gjys e kam heq sektorin e planeve në një kompani, cilën kur unë kam shku i ka pas 123 vite të më background profesional, eksperiencë profesionale, që për gjithë ata që jetojnë jashtë, kanë qenë jashtë e dinë se sa është e lehtë për me zonë një pozitë tillë, si në një pozitë udhëheqëse me pozitë që mundet me kry vetëm si një arkitekt, pra me fakultet kry. Në një kompani sigur me renomet ndërkombëtare. Absolutisht, absolutisht. Me një renomet gjithsesi austriake, po edhe me përvojë ndërkombëtare. Po, sepse kem pas projekte që kemi realizuar edhe në Gjermani, edhe në Çeki, edhe në Kroaci, e përmena Gjermani, në Zvicër, besa gati harrova, domthonë ose mas shkurt në Liechtenstein, e kështu me radhë. Vendosen nga Austria mu këthy në Kosovë. Nga Austria... A ishte mas pari vendimi vështirë kë? Po, nuk vendimi vështirë është, ka qenë të e pas parasysh rrethanat, sepse 2000 pak ka dalu prej luftës tu. Ju dini mirë, do thonë, gjujtje me armë gjithandej nuk isha e qetësia dhe në momentin kur i kam thonë ati ish shefit me të cilin mandej unë kam kalu në partneritet, dhe në vitin 2008, sepse i kam pas 25% të aksioneve në atë kompani, nga momenti që kam marrë vendim për më këthy, ata mendun që do me hapë në kompani atje në Austri, sepse s'mëshin me marrë me mend një person i etablum në profesion si duhet, për do me lëshu Austrinë dhe më shku një vend që sa ka dojnë nga lufta. Për ta ka qene pa kuptim të jo, dhe ata nga frika që unë për du me hapë një kompani dhe ja u rrezikoj klientelën, ata ma fru një përqindje dhe gjatë negociatave arritëm një marrëveshje për asetet kapshme, do më thonë 25% aseteve, i kom pas deri në fund të vitit 2008,
ku firma në mungesë të trashëgimtarit të firmës është dashur me dalë në insolvencë, pra me shit respektivisht edhe kemi shit më ndaj kompaninë edhe unë kam ndalë ato 25% mijat, nuk kam pranuar me vazhdu sepse edhe ashtu në ndërkohë hapem mjaft këtu në Kosovë me investime në infrastrukturë, në makineri e tjera, edhe në staf e sen edhe më në fund njeriu e kupton që dita e ka 24 orë nuk arrin me dy kom edhe në Austri edhe këtu, kështu që ka qenë një vendim i qëllum, shumë i qëllum, momentin kur kam vendosur me shit aksionet atje dhe më kthy komplet në Kosovë. I kam edhe familjen tu ti e din, i kam djalit ashtu që është arkitekt që ka marrë studimet në Vjenë. Tjetër në ka dalë pak pej bjenarëve profesional, pa ka zgjedhur një profesion edhe më të mirë, sepse është Ariani, është ekspert i sigurisë kibernetike, njëkohësisht edhe ka studiuar IT-n, po e kemi ndalë në kompani sepse kjo ndihmon biznesin shumë. Në fakt në ndërkohë kemi hapa një kompani për siguri kibernetike në Vjenë me dy miq të mi austriak që vinë nga sektori i sigurisë ushtarake dhe kemi hapë një kompani dhe Ariani është që merret më ekskluzivisht me biznesin e Vjenës. Këtu me kohë jemi hapë, jemi shku të rritë, rritja nuk ka qenë për një hershme, që zakonisht ndodhë në këtë vendet e linjës, po na jemi shku mënyrë kontinuale, me kujdes, edhe në investime me kujdes kemi investu njerë në prodhimin e betonit, mandej për i prodhimit të betonit tash në këto 5 vitet e fundit kemi kalu në prodhim të dritareve, që të plastikës dhe të aluminit, vetëm vitin e kaluam dikon prafërsisht 80% të produkteve kemi pas eksport. Që fletë që për një kualitet. Nështë është e mjetë profesionale që një punë që e bëj kom që e bëj që është duhet ose mësë me bëj hiq, aja punë kushton aty është edhe energji shumë, po fatë bërësisht edhe pjesëtar tjerë të kompanisë që na kemi në kompani që është që 24 vite, 25 vite, 24 vite që fletë për seriozitetin edhe në qasë ndaj punëtorëve, ndaj bashkëpunëtorëve, dhe ajo ka shumë rëndësi, do thotë që është ai respekti ndërsjellë bashkëpunëtorëve edhe pronarët të kompanisë, tek e fundin e emi SHPK po jemi kompani private me biznes edhe fatmirësia më e madhe është se gjithë ata që i kam rreth meje, do thonë që mirën me menaxhim të sektorëve ndryshëm janë të duhurit, janë ata çfarë duhet me qenë që janë kryesisht familjarë të vitë. Mirë. Tregu jo stabil në vend, pastaj konkurenca jo lojale, kur kjetë parasysh përvoja që te ki pru për jashtit, atë që qëtëson kjo ka paka. Shëqa, është njeri gjithmonë në jetë duhet me pas një mision, natyralisht edhe një vizion, po misioni im ka qenë që me pru qatë know-how teknologjike, qatë njohuri teknologjike që kom arrit me mësu atje, me pru këtu. Ai gjithashtu tha se ndihet krenar kur dëgjon dikë të thotë se ai punon gati si qeta, kur përflitet si referencë për cilësinë në punë. Nuk ka kënaqësi më të madhe se kur i dëgjoj prej kompanive tjerë që thotë po ai punon gati sa qeta. Ajo ka shumë rëndësi për mua. Do thotë që do thotë si referencë. Jam bërë si referencë për matje të kualitetit. Ajo ka shumë rëndësi për mua. Aty mendoj që misioni im është përmbush me ato. Dërsa është tjetra që unë për veti nuk kam kënaqësi më të madhe se në fund mujt i shpendoj shembull 70 rroga, 80 rroga. Ajo ka shumë rëndësi në Kosovë, sepse na duhet më përpjek 20 milionë të janë nisë edhe për aty që kanë një përgatitje profesionale, po dha aty respektin duhet më apo sikur sa ati që s'ka në përgatitje, sikur sa ati që ka në përgatitje. Ajo është kënaqësia më e madhe e jemi, ato e kam pasur gjithmonë qëllim në jetë që me u bën thojza dikush që me mujt më ofru dikuj më ofru punë, më ofru kënaqësinë punë, me një kënaqësinë punë, ajo shumë e rëndësishme. A do të thotë kjo që numri punëtorëve varieron 70-80, a ki pas ndonjëherë më shumë? Kem pas, po. Çu arrin me siguru fuqinë punëtore se është pak problematik viteve të fundit. Ajo është shumë problematik. Megjithëse kem pas raste që nëse s'gaboj 6 ose 7 punëtorë që na kanë dalë jashtë, përkohësisht janë kthy, janë shkuar kanë provu, bile çdo pishon 4-5 prej tyre janë 5-6 që pishon këtu. Që kanë shku, po kanë provu edhe kanë pasë jeta nuk është e njëjtë.
që këtu i ka janë do kushtet, është në vazhdimësi, unë shoh nëpër media sociale që vazhdimësi shojnë kompanitë, po nuk është ashtu, sepse tretmanin që kanë këtu nuk e kanë, besoj që nuk e kanë perëndim. Se tash janë do gjëra tjera, këto shëndet sigurimi shëndetësor jo ato, po edhe ato kemi arrit me gjetë një formë, me te kalu. Nuk kam asnjë rast në kompani që sepse ndodhin smundje, ndodhin lëndime që ne nuk ja kemi kompenzu vetë, kemi marrë iniciativë që ja kompenzu ata, unë deklaru njerëzit, se kjo s'qëndron. Ju merreni me ndërtime të larta, kryesisht. Është ndërtime të larta. Merreni edhe me konstruksione urash, me prodhimin e betonit, tham për dyre drejtare të dyja profileve, çka mendoni për të ardhmen? A mendoni me zgjeru kapacitetet? Po, në fakt, sikur se dhe në perëndim. A mundi gjithë tyre punëtorëve, a keni punë të mjaftueshme, a mundi mu siguru punë? Kjo na ka detyru që kjo, ajo që e përmene ma herët, jo konsistenca, dhe thotë edhe konkurenca jo leale, na ka detyru me gjithë forma tjera, që me qenë gjithmonë, me pas gjithmonë angazhim. Dhe kemi fillu me vetë financim. Jemi këthy në tash unë e kam pas fillu, ndoshta kam qenë ndërparë në Prishtinë, kur e kam nisë, po me qenë se Prishtina në atë kohë nuk lëshoj ke leje të ndërtimit, i kom ik ati tregu, sepse kam dasht me qenë ai cili e the ligjin, edhe tash janë rregullu gjanat, po, tash kemi fillu me vetë financim, kemi realizu një projekt shumë suksesshëm në qendër të Pejës, vetë depërtimi marrë, ajo objekt ka qenë një sfidë në atë vend, për me ndërtu ka qenë një sfidë në veti, dhe sa shumë shpejt kemi fillu një kompleks banimit me afarizëm, me masaksisht 49.000 e diçka metra katror, do në gati 50.000 metra katror ndërtim. Veç janë kry, në këtë moment, para një javë ditë kemi kry gjitha obligimet ndaj komunës edhe ndaj ministrisë, dhe jam i pajis me leje të ndërtimit, edhe mendoj që dikun ka data 7 do të filloj me ndërtim. Ndërsa sa i përket projekteve të punuara nga kjo firmë, ai theksoi se nuk ka qytet në Kosovë që nuk kemi lënë gjurmë në ndërtim. Është një gjë shumë interesant se gjatë shfletimit të disa fotove që dëshim i bë gati për këto, për këtë eveniment, në ra në sy që nuk ishte qytet në Kosovë që nuk kemi lënë gjurmë në ndërtim. Më një shumë interesant, edhe të kur nuk e kom vra mendje në drejtim, ama bashkë në çdo qytet, në çdo qytet të Kosovës që kemi ka prek dora qetës. Edhe fatbarësisht nuk kam në sot asaj dite kur nuk kudo që shkojmë që e kemi derën qelë, kemi derën hapur vetëm me lavdata për punën që kemi bërë tash. Nëse një punë e bën ose bën me përkushtim ose mos e bën fare. Kjo është mota e jonë, mota e jonë. Po absolutisht. Edhe tek e fundit që kvaliteti nuk është luks. Kvaliteti është një standard, ato duhet më mësu gjithë me u pajtu me ato që kvaliteti si kvalitet është standard, nuk është një luks që ti po mendon që me afron klientit. Jo, sepse ai pagun për ato ti duhet më afro se shërbim ashtu qysh i takon më afro. Zotri Qeta, faleminderit shumë. Faleminderit për këtë 25 vjetor. Jetoft Qeta General Invest Group me shekuj. Brez pas brezi, sepse ja vesh një qerek shekulli ka shku, e unë mendoj që ty duket sikur ja ke fillu dje. Shumë shpejt, sigur dje. Prandaj uroj që tu ecë mbara gjithmonë. Faleminderit shumë. Faleminderit për krajin dhe për mbështetjen me si media. Faleminderit. E tash këtu është edhe një numër i konsiderueshëm i punëtorëve dhe duke pas parasysh faktin që jemi në festat e fund vitit, pothuajse gjysma e punëtorëve mungojnë, po ja që kjo ngjarje e sonte vazhdon dhe do të mbahet edhe pa atë pjesë të cilëve ne u dëshirojmë çdo të mirë për vitin e ri 2026. Ja tashme po ngrisin edhe dollin e parë, Avdul Qeta, kështu që ne u dëshirojmë sukses e punë të mbarë të gjithëve. Ai prezantoi për të pranishmit kompleksin e ri që është i projektuar për qytetin e Pejës, një kompleks gjigant banësor afarist që i përngjan natyrën e perëndim dhe që do të lejë gjurmë në qytetin e Pejës. Deshta me një falendru mas pari që keni marrë mundimin e një orë. Sot
si qeni të njoftum, pra dini që ne I kemi 25 vite themelimit të kompanisë, më saktësisht në fund të tetorit të vitit 2000, mas një përvoje profesionale diku 11 vjetë e gjysë në Austri, në atë ku pa ta marrë një vendim me u këthuj. Nuk ka qenë vendim bashkë I lehtë, sepse kur jene një jetë tjetër I tablum, e sistemum si duhet edhe një përvoj 11 vjetë e gjysë, me marrë një vendim tillë ka qenë bukur e vështirë, sepse duhe me arë në një vend që sa kesh dalë për lufte. Tash mundi me marrë me men, kjo ka qenë 2 vjetë e gjysë, Albani 7 vjetë e gjysë, Flutra 4 vjetë më re, domethënë 4 vjeçare, kështu me radhë, ashtu që me shku në një vend ku në fakt pak ka pas gjë mangu lufte, sepse kishte krizë më gjithandej, domethënë sikurse me qenë luftë, nuk ka qenë bashkë lehtë. Po nga herë janë edhe familjarët ata se tu e pa që jo mirë të sistemum se duhet, domethënë ka marrë një vendim me u kthy. Me të parin që ja kom nisë ka qenë Dugaxhini, djali vllaut, cilin e përshëndes edhe falenderoj shumë që e ka marrë mundin më arë 5 vice për këtë eveniment. Mandej ka fillu Shtenveri, Miko, Enver Gashi, Malushi, Agimi, Labi, e krejta tjerë, cilët me shumë tjerë për juve janë pjesë e suksesit të kësaj kompanije. Masarin kërkoj falje që harrova se ka fillu si fëmijë, ja ka nisë të na, si student halo, edhe faktikisht është rrit bashkë me neve. Gjatë kësaj periudhe janë nda që shë kemi llogarit, dikur janë rreth 225-6 objekte që janë realizu, për 25 vjetë, edhe mi thash ma herët edhe zëqirit që interesant ka I kemi zgjedh fotot kur I kemi nxjerr me prezentu personte e vërejtëm që nuk ka qytet në Kosovë që nuk kemi lënë gjurmë në ndërtim. Asnjë qytet, komplet ishim fshit gjitha regionet dhe gjitha qytetet që të pakten e kemi ka një objekt të realizu. Fazli, mirë se erdhe, falenderoj se erdhe. Po tasha ka qenë vështirë apo nuk ka qenë vështirë, është kur vjen tregova edhe pak më herë thash për një vend tjetër edhe vjen me një gati me një mendësi pak më tjetër, edhe nuk je këtu gati 11 vjeç e gjysmë, njerëzit ndryshojnë, mentaliteti njerëzve nuk është I njëjti sikur sa ai që ti ke lënë kur ke shku prej këtu, domethënë ka qenë bukur e vështirë mu adaptu në rrethin e mjedisin e ri. Po ja kemi arrit, tu I falendru pikërisht ata që I përmena, familjarët e mi edhe një pjesë edhe të punëtorëve. Edhe është, përmena pak ma herët në intervistë me Zëqirin, ju thash që na kemi punëtorë tu që është që 24 vjetë në punë, që flet mendoj për sozietetin edhe për qasjen e duhen të jonë ndaj punëtorëve dhe punëtorëve ndaj neve. Unë do të shfrytëzoj këtë rast gjithashtu me ju njoftu se jemi pothuajse pajis me leje, se s'guxoj se kam të drejtorin e pronës, drejtoratit pronës, janë pagu gjitha tarifat dhe po presim që me datën 5 në lëshohet leja, në fakt ka me në lëshu leja, sepse në kalu të gjitha barierat që kanë qenë deri me tash, edhe kemi me fillu një kompleks banësor afarist në Pej, në zonën më të mirë të mundshme të Pejës, me gjithsej 7 bloqe, 7 lamela, me 7 lamela, me një sipërfaqe gjithë mashme të konë për mbi 49.000 metra katror. Unë mendoj që është një ndër nështë projektet ma që kanë milion gjurëm definitivisht në qytetin e Pejës, dhe të pas parasysh kualitetin e cilin në ndërtojmë, mendoj që kanë me ndiku edhe dukshëm edhe në arkitekturën e ndërtimit të qytetën, se gjermanisht e thonë shtete bau Aleksës, vë di që me thonë ryshe. Labë nështë ta mundësh me ndimu pak. Në këtë kompleks janë gjithsej 295 banesa që kanë më ndërtu, janë dikon 31 ose 32 lokale nëse nuk gaboj, janë 345-6 parkingje, pra janë respektu gjitha kriteret edhe standardet e nevojshme për ndërtimin e një kompleksit qysh duhet me qenë si janë edhe ato në përëndim.
shfrytëzimi sipërfaqes, edhe pse ne kemi pas lejuar deri në 40% me shfrytëzu, ne kemi shfrytëzu vetëm 33.4%, që i bie që 60, sa për bine aty 66.6% i bie që është sipërfaqe e lirë, do që kemi lënë gjelbrem, lojna të fëmijëve, rrugë interne, do komunikative. Bile kemi shku me 2 kate po drum që vetëm e lënë sa më shumë sipërfaqe të lirë që mi përngja në kompleksit tamam që është sot ndërtohet, projektohet dhe ndërtohet në vendet perëndimore. Nuk kisha mi u mundu ma tepër, do thotë kjo është në zonën pothuajse të qendrës, është në periferi të qendrës, është diku nëse është Buzë Bistricës, edhe është më saktësisht 480 metra largësi ose 6 minuta në kom me deri te hotel Dugagjini. Është zona më e mirë mundshme për banim, ndërsa për juve shoferëve që keni me qup beton aty e keni lehtë më kyç se nuk keni nevojë me një për qytet, që keni hekë në qendër, kur kem ndërtuar objektin e suksesshëm në qendër. S'po ju mënoj më tepër se ju ftoj Turqimi, edhe herë faleminderit shumë që jeni ardhur. Masar Kabashi, pjesë e udhëheqës së sektorit të punëve publike në Qeta Group, tregoi më shumë për fillimet e tij në punë si student dhe për krahjen që i kishte bërë kjo firmë që nga fillimet. Një shtyllë pa kalueshme lehtë e këtyre ecajakeve dhe dekadave të Qeta General Invest Group është edhe Masar Kabashi, i cili ka vite që bashkëpunton me Qeta General Invest Group. Masar, cila është përgatitja juaj profesionale, cili është kontributi juaj në këtë kompani, cilat janë përvoja tuaja me këtë kompani, sa vite punoni e shumë çka tjetër rreth kësaj kompanie. Po, përgatitja ime profesionale është inxhinier i diplomuar i arkitekturës. Në kompaninë Qeta General Invest Group kam filluar qysh në vitin 2000. I bie që jam që 25 vite i angazhuar në kompani. Ke bashkëpuntuar me firmën gjithmonë. Po, që nga fillimi i kompanisë jam pjesë e kompanisë. Tani më jam pjesë e udhëheqësisë së sektorit të punëve publike, zakonisht punëve që janë me institucionet shtetërore, organizata të huaja edhe GTO. Po. Ke bashkëpuntuar, cilat kanë qenë sfidat, problemet? Gjatë kohës me cilën unë kam bashkëpuntuar, kam filluar si një i ri, ku nga pronari i kompanisë ku morë përkraje të jashtëzakonshme si student, kam filluar qysh në vitin e parë studimeve të jem pjesë edhe e praktikës edhe e terrenit në zhvillimin e punimeve. Kam marrë pjesë në të gjitha sektorët e punëve të cilat i ka zhvilluar kompania Qeta pothuajse në tërë territorin e Kosovës. Duke filluar domthonë pas diplomimit 2004 si inxhinier i diplomuar i arkitekturës, kam marrë domthonë pozitën si udhëheqës i vend punishteve dhe të sektorit planeve në kompani mrana për mrana në zyrën cilën kompania Qeta i ka 2 seli, selia qendrore në Pejë dhe selia tjetër që është në Fushë Kosovë në Prishtinë. Edhe më tutje vazhdoni me punu me këtë kompani, vazhdoni me bashkëpuntu me planet. Po, jem pjesë e kompanisë, tani në udhëheqësi sektorin e projekteve në trashëgimi, ku kompania Qeta për momentin është lider i punimeve në restaurimin dhe rikonstruimin e objekteve trashëgimisë në nivel të Kosovës, ku pothuajse në të gjitha pjesët e Kosovës kemi marrë pjesë në ndërtimin e objekteve të vjetra trashëgimisë që i posedon domthonë vendi jonë e që është aset mjaft i çmuar i Kosovës. A ki bështu diçka Masar? Vetëm du mi uru kompani sukseset vazhdueshme, siç ka qenë edhe sot, të arrijë edhe suksese tjera në maksimum. Shumë faleminderit zotëri Masar Kabashi. Faleminderit e Betejt Bazizet që je gjithmonë pranë neve dhe na nderon, shumë faleminderit. Veç punoni ju, lena keni mas. Faleminderit, respekt ti. Ishim pra me zotëri Masar Kabashin, me njerin pothuajse nga shtyllat e zhvillimit dhe punës së kësaj kompania. Ne këtu po përmbyllim edhe do të shifemi dhe do të dëgjohemi në raste dhe evenimente të tjera. Aty ku jeni ju, aty do të jetë edhe kamera
e radio-televizionit Fontona në promovimin e punëve tuja, sukseseve tuja, sfidave tuja gjithsesi, edhe shumë çka uroj e mirë. Prandaj besoj që me këtë kompani po e përmbyllim edhe këtë vit relativisht të suksesshëm me paraqitje të zhvillimeve të tilla të firmave, jo vetëm të Rrafshit Dugaxhinit, në gjithë Kosovën, deri edhe në Shqipëri, deri edhe në Mërgat, në Gjermani, në Zvicër, e kudo që ka shqiptar dhe kudo që flitet shqip, ne jemi me juve. Natën e mirë.